Shtohet pyetja. Nëse dy të rinj, një vajzë dhe një djalë dëshirojnë që të kalojnë kohën së bashku, a është e lejuar kjo sipas normave islame? Po, sipas normave islame është e lejuar që një vajzë edhe një djalë të kalojnë kohën së bashku, por duhet ta dinë qëllimin për çfarë arsye ata dëshirojnë të jenë së bashku. Sa për të kaluar kohë dhe avanturë, kjo është e ndaluar dhe është shumë mëkat. Por nëse ka qëllimin e martesës, fejesës, njoftimit, atëherë është e lejuar me islam, nuk ka nevojë, do me thonë, vetëm se nuk lejohet të veçohen. Ata dy të rinjët, vajza dhe djali, të rrinë me një vend, për shembull, ku nuk ka njerëz, po janë vetëm 4 mure, por gjëra tjera nuk ndalohen, normal mund takohen në restorant, pini kafe, çaj, bashkëbisedoni, por njeti me qenë me qëllim të martesës, pra, me qëllim të martesës apo njoftimit për fejes e tjera. Por gjithashtu, derisa nuk bashkëbisedoni komplet për ta kuptuar se çka po doni, pra nuk është e lejuar të prekeni, të putheni e tjera. E kurse si të shkoni në marrëdhënie intime, pra ju mund të shkoni të bisedoni, s'ka problem që ju shohin njerëzit, sepse normal keni nevojë për me u taku, për me u feju, për me pas një jetë të mirë. Pra, të jeni si motër e vëlla. Besoj se kam qenë e qartë. Mirupafshim. Jemi në restoranin Stella në Prizren. Ushqimi tepër i bukur, tepër i mirë. Ju preferoj edhe juve, menuja e iftarit është fantastike, mirë. Unë për vetë jam e kënaqur.